Në rrugën e shkollës tregtare duket se janë kryer punime pa cilësi. Pa u inauguruar ende, rruga ka nisur që të shfaq probleme, edhe pse Bashkia e Vlorës e ka cilësuar këtë rrugë si mjaft prioritare dhe një investim të shumë pritur, por madje është përgjigjur me të gjitha mundësitë edhe kompanisë së ndërtimit, ashtu si kundër edhe me pjesën e financës. Duket se nuk e ka marrë siç duhet këtë mbështetje nga ana e kompanisë. Kjo do të thotë se firma e ndërtimit ka zhvilluar punime pa cilësi dhe ato janë lehtësisht të dallueshme. Mjafton të shikosh pamjet, ja se si del asfalti rrugës. Edhe pse pas shumë vitesh banorët në zonën e shkollës tregtare nuk ishin parë një investim të tillë në infrastrukturën rrugore, dhe pikërisht në këto momente, kur ata ju gëzuan këtij fakti, duket se punimet pa cilësi nga ana e firmës kanë krijuar dhe kanë hapur të tjera ndralla. Megjithatë, Bashkia e Vlorës nuk duhet ta marrë në dorëzim këtë investim pa u korrigjuar problematikat nga ana e firmës së ndërtimit. Vlen të përshëndetet investimi i realizuar nga Bashkia e Vlorës në këtë zonë ku prej vitesh nuk ishte kryer asnjë investim i tillë, ndërsa rruga tashmë është bërë edhe me ndriçim. Megjithatë, Bashkia e Vlorës do të ndërhyjë edhe pranë firmës me qëllim që të riparohen problematikat e shfaqura në këtë investim, i cili në fakt është të jetë i domosdoshëm jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për faktin se kjo është një zonë turistike.